Fermerët e Maliqit po përballen me një situatë shqetësuese në kulturat e Misrit, ku përhapja e krimbit të rënjes ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqet e mbjella. Sipas tyre, rreth 70% e bimëve janë dëmtuar, duke rrezikuar ndjeshëm prodhimin e këtij sezoni. Ata shprehen se lagështira e krijuar pas përmbytjeve ka favorizuar përhapjen e dëmtuesit, i cili po shkatërron sistemin rrënjor të bimëve dhe po i thanë ato para kohe. Në një komunikim për mediat, fermerët thonë se investimet e bëra gjatë gjithë sezonit rrezikojnë të shkojnë dëm, ndërsa kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse për të vlerësuar situatën dhe për t'i mbështetur me masa konkrete. Ata theksojnë se nëse nuk merren masa në atë kohë, dëmet ekonomike do të jenë të mëdha, jo vetëm për fermerët e zonës, por edhe për prodhimin bujqësor në të gjithë rajonin. Ndërkohë, fermerët apelojnë që strukturat përgjegjëse të monitorojnë situatën në terren dhe të ofrojnë asistencë teknike dhe mbështetje për të kufizuar përhapjen e dëmtuesit dhe për të shmangur humbje edhe më të mëdha në prodhim. Ajo nga përmbytja që u mbytën ato ajere dhe mbas erdhën ato pislaqet e kanaleve dhe. Edhe ka hyrë një krim nga që u përmbyt toka 10 net e përmbytur, ka marrë një infeksion terren. Ja ka ngrënë krimbi e rejnë. Ja rejnë tash ministri bie thahet nuk zakallet. Është mbaruar i gjithë. Larva krimbi kthehet në mizë dhe i bie pasaj agjet edhe ta fare. Po un kam 9 hektar, kosto e vetë 160-170 mijë për dilim, 13-14 melon. Erdhën e panë edhe nuk ka asnjë lloj mundësie për ta luftuar. Sepse plus që preparatet e forta, klorpirifosin që ishte nxorën jashtë përdorimit, pasi lindte mbetje në të gjitha bimët, se përdorshja për insekticide për këtë. Edhe ajo që nga qarkullimi, edhe tani nuk ka, po edhe nëse ka, nuk hyn dot me mjet aty përveç dronit, po edhe droni nuk e lën masa gjete, nuk e lën që të depërtojë në tokë ilaçi. Mbi 70%. Ai do bie do fahet, tash do vëj si se zgjeroj atje. Vjen shumë zëri madh që nuk jemi me përbujsi.